në këtë edicion do të ndiqni. Personalitetet njohura diskutuan në Gjakov për rolin e gruas në kulturë dhe emancipimin e saj në përgjithësi. Interesimi i banorëve të Gjakovës për të marrë një zanat në qendrën e aftësimit profesional është i lartë. Klubi i basketbollit Vllaznimi të dielën pret klubin e Bashkimi, ku qezin presin fitore. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Është mbajtur sot në Gjakov edicioni 4 i manifestimit Gratë në Kulturë. Personalitetet njohura morën pjesë në këtë manifestim, ku përveç rolit të gruas në kulturë u diskutua edhe për ndikimin e saj në zhvillime shoqërore. Ideatore e këtij manifestimi ishte profesoresha Besiana Mehmedi, ndërka ky manifestim u mbajt në bashkëpunim me komunën e Gjakovës. Edicioni 4 i manifestimit Gratë në Kulturë u mbajt në foajen e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi në Gjakov. Ky manifestim, i cili u mbajt për herë të parë në Gjakov, mblodhi gra nga të gjitha trevat shqiptare, të cilat kanë lënë gjurmë në fushat e tyre dhe kanë ndikuar në emancipimin kulturor në shoqërinë tonë. Besiana Mehmedi, profesoreshe muzikës, e cila është ideatore dhe organizatore e manifestimit, tha se Gjakova është zgjedhur sepse i ka dhënë shumë vendit në kulturë dhe në emancipim të gruas. Gjakova nga Ganimete Tërveshi, e cila 17 vjeçare edhe ai jeta në luftë për tokën e shejt, për tokën tonë, e deri në luftën e fundit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës ka dhënë vajza luftëtare, dëshmore, heroina dhe thuhet një shprehje që kur arsimon një burr, një mashkull, e ke arsimu një individ, por kur arsimon një grua, e ke arsimuar një shoqëri. E gratë të cilat ishin në panel të diskutimit folën para të pranishmëve për rrugtimin e tyre në profesion e jetë. Kujtohet fort mirë me shfaqjen Fishekun Paj, që ka trajtu pikërisht temën e gruas, të martesës, të vëzhgjërisë së femrës, e cila s'ka guxuar me qenë mos me qenë e virgjër në martesë, e ka marrë plumin me vete, ka pas të drejt burri me vra, do të thotë zakonet e malësisë, zakonet. Kështu që rrugtimi sa i kam kry shkollën e lartë, na më ka ra, jemi taku me Muharremin, kemi kriju një familje, edhe kemi rrugtu në Gjakov, në Mitrovicën, në Pej, në Ferizaj. Ajmona Dhome, cila ishte libreriste e pare e operës Goca e Kaçanikut, tregoi për përvojën e saj para shumë viteve. Kam edhe një rast në Prishtinë, këtë 98-ën, është majt një mbledhije madhe po për mua të me vetë lypa mu angazhu me kohën e fakultetit edukimit, atër ka qenë dhe shkolla naltë, edhe një potpuri vallave e breshe, edhe kori. Edhe aty, për herë të parë, asnjëherë nuk kom dashur me cek, po është kënu himni i Kosovës. Himni shqiptar. Edhe na ndalen rrymen këta sërt, edhe na në për qashtu tërë, po s'ka mujt kush aty, ajo salla madhe, po që shtu për studentëve pjesë. Edhe mu, kër u bo që kanë marrë pak vesh jashtë, ati më ka shpëtu populli, më kanë marrë në për durë, në për msheft, këtë terë dhe shpetova. Drejtoresha e arsimit në Gjakov, Eranda Kumnova Baçi, në emër të komunës së Gjakovës, tha se është e lumtur që ky organizim është mbajtur në Gjakov. Ju falenderoj pa mas për përzgjedhjen e komunës tonë në manifestimin Gratë në Kulturë, edicioni 4, i cili ka mbledhur personalitete nga disa treva tona. Dhe bashkë me personalitetet, sot na janë bashkangjitur edhe gra dhe vajza nga komuna për të kaluar momente më të bukura së bashku. Për të gjitha gratë që sot janë prezente këtu dhe për të gjitha ato të cilat nuk janë sot këtu, urime 8 marsin. Qofshi me shëndet e me shumë suksese në të gjitha fushat tuaja që punoni. Edicionet e kaluar të këtij manifestimi janë mbajtur në treva tjera shqiptare. Në manifestim u kënduan dhe këngë të ndryshme dhe u shfaq një program i pasur artistik.
Gratë e Gjakovës kanë qenë pjesë aktive e lirisë dhe zhvillimit të kombit shqiptar përmes pjesëmarrjes në arsimim dhe shumë fusha tjera, duke mos harruar dhe pjesëmarrjen e saj në luftën çlirimtare. Kështu thot për televizionin Syri aktivistja dhe humanistja Flora Brovina në ditën ndërkombëtare të gruas. Gratë e Gjakovës historikisht kanë pasur rol të madh në emancipimin dhe përmirësimin e pozitës së gruas në shoqërinë shqiptare. Kështu thot për televizionin Syri aktivistja dhe humanistja Flora Brovina. Kujtoj që kanë qenë gratë e Gjakovës mbas luftës së dytë botërore, ato që bën një hap shumë të madh dhe shumë të rëndësishme, e që ndikoj në tër opinionin e Kosovës. Jo vetëm me shkollimin e tyre, por t'ja fillojnë prej ferregjes, heqjes e ferregjes dhe emancipimit në përgjithësi të gjysheve tona, po flas gjithnjë për gjyshet tona, dhe nuk është pak të flasim për 100 vjet e tutje. Në ditën ndërkombëtare të gruas, Brovina thot se gratë shqiptare kanë kaluar në peripeti të ndryshme për të arritur barazinë në shoqëri. Sipas saj, secila grua duhet të angazhohet shumë fillimisht në emancipimin e vetes dhe pastaj të kërkojë të njëjtën nga gratë tjera. Të emancipohemi vetë për të mund të realizojmë të drejtat tona. Unë nuk thash që të marrim të drejtat tona ose të na falin dikush, por të realizojmë ato. Si ndër deputetët e para të Parlamentit Kosovës dhe pjesëtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndihem shumë mirë dhe rahat sot kur i rrumbullakojmë rezultatet tona ku kemi arritur dhe kemi realizuar amanetën e kësaj gjenerate që e përmenda. Brovina shtoi se vitet e fundit është rritur interesimi grave për të marrë pozita udhëheqëse dhe kjo është si pasojë e shkollimit të tyre gjithnjë më të lartë. Sot, sipas saj, gratë janë aktive në politikë, kulturë, sport edhe në shumë profesione tjera që në të kaluarën janë quajtur profesione të burrave. Pavarësisht këtij zhvillimi, Brovina thotë se gruaja asnjëherë nuk guxon të harrojë rolin që ka në përkujdesin ndaj familjes si qeliza e çdo shoqërie. Interesimi qytetarëve për të marrë një zanat në qendrën e aftësimit profesional në Gjakovë është i lartë. Drejtues të kësaj qendreje thonë se tash për tash aty ofrohen 10 profile profesionale, ndërsa në plan është rritja e këtij numri. Qendra për aftësim profesional në Gjakovë po ofron mundësi trajnimi në plot 10 profesione të ndryshme, duke përfshirë asistent administrativ, rroba qepsi, grimere, kuzhinjeri dhe të tjera. Sipas Arber Zhubit, udhëheqësi i kësaj qendre, interesin nga qytetarët për këto kurse është i kënaqshëm. Ai theksoi se përveç profileve ekzistuese, këtë vit janë shtuar edhe disa të reja, duke zgjeruar mundësitë për të gjithë ata që dëshirojnë të fitojnë aftësi të reja. Momentalisht në qendrën tonë, janë gjitha profesionet aktive, sepse vitin e kaluar kemi pas disa probleme, por me angazhimin e agjencionit punësimit kemi aktivizuar dhe profesione tjera. Për momentin, ato profesione janë 10 për këtyre, të gjitha janë aktive. Sa ka interesim? Interesimi është shumë i madh, sepse kemi filluar me disa profesione të cilat kanë qenë jo aktive, pra është rroba qepsia, kuzhina, parëkëria, elektroinstalus, po ashtu ka interesim edhe për saldim. Dhe kemi asistent administrativ, kontabilitet, menaxhimin e ndërmarrjeve mikro të vogla, si edhe kemi edhe profesione vetëpunësi. Zhubi tha se ka të interesuar nga mosha të ndryshme, por veçanërisht nga ata që janë të papunë. Kemi mosha të ndryshme, kryesisht janë papunë, ata që vinë ta marrin një profesion edhe të aftësohen për edhe të bëhen gati për tregun e punës. Po ashtu ne punojmë edhe me ata që njohin profesionin dhe bëjmë vlerësimin e njohurive të tyre. Ka njerëz të cilët e njohin një profesion, por nuk kanë certifikat. Ne testojmë ata, është komisioni i cili i nështron testimeve dhe pastaj certifikohen. Në përgjithësi, viti 2025 pritet të jetë një vit ku aftësimi profesional do të jetë vendimtar për suksesin dhe përparimin e individëve në një treg pune gjithnjë më konkurrues, tha Mesirash Zhubi. Zhvillimi teknologjik ka bërë që ndërhyrjet për shërimin e sëmundjeve të zemrës të bëhen më të lehta. Doktor Lulzim Brovina përmend procedurën intervenuese me stent, për të cilën thotë se ka rreziqe
por që me zhvillimin e aparaturave dhe përvojës së mjekëve, komplikimet kanë rënë në nivele të ulta. Angioplastika është një procedurë mjekësore që ka për qëllim hapjen e enës së ngushtuar apo të mbyllur të gjakut. Ndonse ky intervenim ka filluar të përdoret që nga vitet e 70-ta, me kalimin e viteve ka marrë hovë zhvillimi i saj dhe tashmë kjo procedurë aplikohet tek pacientët me sëmundje koronare. Kështu u shpreh kardiologu invaziv Dr. Lulzim Brovina. Angioplastika është një procedurë minimale, invazive, mjekësore, e cila ka për qëllim hapjen e enës së gjakut e cila është e ngushtuar apo e mbyllur. Kjo procedurë ka filluar të përdoret në vitet 70, në fund të viteve 70-ta, nga Andrea Grunzing, mirë po ma vonë ka marrë hovë zhvillimi shumë i madh me përdorimin edhe të stentave, me punimet të infarktet akute, cila është një ndër më të rëndësishme të kardiologjia intervente. Dhe sot është një procedurë rutinore e cila përdoret e pacientët me sëmundje të artereve koronare. Ka raste kur përdoret edhe procedura me balonim për zgjidhjen e disa problemeve shëndetësore, por që në shumicën e rasteve nuk mund të shmanget vendosja e stenteve. Nuk është domosdoshmërisht me përfundu me stent, kemi rastet kur me balonim i zgjidhim disa probleme. Ato ceken zakonisht të shoku kardiogjen, ku është e nevojshme vetëm të hapet ena gjakut, mundësisht që të furnizohet ajo pjesë e muskulit të zemrës. Kemi rastet kur janë me kancer, me sëmundje kanceroze, e cila nuk ka një ecuri të mirë, në ato raste vetëm hapet ena gjakut me ballon, jo me stent. Do të thonë janë disa indikacione, mirë po shumica aty ne përfundojnë me stent. Koronografia nuk sjell efekt ansor, ndërkaq procedura intervenuese me stente ka rreziqe, por që me zhvillimin e aparaturave dhe përvojës së mjekëve kanë rënë në nivele të ulta komplikimet, shtoi Dr. Brovina. Koronografia thjesht nuk ka kundërindikacione. Rrezikshmëria e koronografisë është ma pak se 2 promila, do të thonë është shumë e rrallë. Kurse procedura intervenuese me stent, ajo ka pak rreziqe të veta, mirë po prapë komplikimet janë nër 2%. Do të thonë thjesht janë me zhvillimin e aparaturave, me zhvillimin e përvojës së mjekëve, janë rënë në nivele shumë të ulta komplikimet. Mes tjera shuthase, kardiologjia intervenuese ose invazive përdor teknika minimaliste invazive për diagnostikimin dhe trajtimin e problemeve të ndryshme të zemrës. Stomatologët thonë se prindrit duhet të dërgojnë fëmijët për kontroll të dhëmbëve shumë herët dhe jo të presin moshën 5 ose 6 vjeçare. Specialisti i ortodoncisë Dr. Ermende Rizvanoli thotë se një kontroll i hershëm ndihmon në parandalimin e problemeve dentare dhe në krijimin e zakoneve të shëndetshme të higjienës orale. Specialisti i ortodoncisë Dr. Ermend Rizvanoli thekson se fëmijët duhet të vizitojnë dentistin që nga dalja e dhëmbëve të parë, edhe pse shumica prindërve zakonisht i dërgojnë tek mjeku për herë të parë vetëm pas moshës 6 vjeçare. Sipas tij, një kontroll i hershëm ndihmon në parandalimin e problemeve dentare dhe në krijimin e zakoneve të shëndetshme të higjienës orale. Fëmia te dentisti është mirë të kontrollohet që me daljen e dhëmbëve të parë. Domethënë dhëmbët e shumshtit fillojnë të dalin diku nga muaji 6 i jetës së fëmijëve. Që atëherë dentisti është mirë të kontaktohet. Mirë po, tek ne zakonisht vizitat fillojnë nga mosha 6 vjeçare, atëherë kur fillon dalja e dhëmbëve të përhershëm. Është një moment i mirë, pasi që shumica prej fëmijëve po i humbin gjashtat, që në realitet është dhëmbi kyç i okluzionit. Andaj, shkuarja me kohë te dentisti do të thotë shumë për fëmijën në të ardhmen, sepse parandalimi i smundjeve të dhëmbit në atë kohë ju mundson një femëri më të shëndetshme dhe në të ardhmen një estetik, një funksion dhe një jetë më të bukur. Njën nga infeksionet më të shpeshta që mund të prejkë fëmijët është kariesi i dhëmbëve, e cila ka shumë pasoja të mëvonshme, shtoi Dr. Rizvanoli. Smundja më e shpeshtë të fëmijët është kariesi i dhëmbëve,
sidomos tash i shprehur me këto ushqimet, të cilat janë as pak të mira, ushqimet e ngjitshme, janë karamelat e ndryshme, janë këto patatinat, të cilat në rast se nuk bëhet pastrimi me rregull i dhëmbëve, ato lirojnë acide. Si pasojë, acidet e shkrijnë zmaltin, krijojnë defekte në dhëmbë, dhe në qoftë se nuk vihet me kohë të mjeku, edhe mund të bëjnë humbje në dhëmbit. Kështu krijojnë defekte jo vetëm në dhëmbë, po mund të krijohen defekte edhe në nufull. Heqja e parakohshme e dhëmbëve mund të na çojë edhe në defekte kockore. Po ashtu, heqja e parakohshme e dhëmbëve mund të çojë edhe në humbjen e vendit për dhëmbët që kanë për të dalur në të ardhmen. Prindërit dhe mjekët duhet të bashkëpunojnë për të ndërgjegjësuar fëmijët mbi rëndësinë e kujdesit dentar dhe për të siguruar që ata të marrin trajtimet e nevojshme në kohën e duhur, tha mes tjerash doktori Rizvanolli. Nesër vllazënimi luan kundër Bashkimit në kuadër të javës së 23 të Superligës së Kosovës në basketboll. Ndeshja zhvillohet në Gjakov në palestrën Shanin Ushi dhe fillon në ora 20. Klubi i basketbollit Vllazënimit të dielën nga ora 20 pret basketbollistët e Bashkimit nga Prizreni në palestrën e sportit Shanin Ushi në Gjakov. Vendasit janë duke u përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje. Trajneri i kuqezinëve Jeronimo Sarin tha se pret një ndeshje shumë të fortë kundër Bashkimit. First of all, I expect that we have a really good game and para së gjitha shpres që të kemi një ndeshje të mirë, për boll tifozëve tanë me një mbështetje të madhe prej tyre. Unë dëshiroj të fitoj lojën, shpresoj që do të jetë gjithçka në atmosferë të mirë dhe një situatë të mirë në ekip. Ne dëshirojmë të kemi një avantazh nga kjo dhe të sjellem fitore për ekipin dhe për këtë qytet. Sarin shtoi se Prizrenasit kanë ekip të mirë dhe të konsoliduar, mirëpo ky fakt nuk duhet të jetë shqetësim për lojtarët e Vllazënimit. Bashkimi është një ekip shumë i mirë, që ka ndër buxhetet më të larta në ligë, por lojtari i tyre më i mirë ka thyrë dorën, pra mund të kemi një situatë më të lehtë. Por megjithatë gjithçka ka të bëjë me përgatitjen tonë, dhe jo me ata, kështu që nuk paraqesin shqetësim për ne. E lojtari kuqezit Don Poloshka tha se në çdo ndeshje ata hyjnë për fitore dhe kundër Bashkimit presin një atmosferë të zjarrt të kuqezinëve të Jakovës. Besoj që kam u konë solla plot, kanë marrë dhe tifozat tonë kuqezinë e Jakovës. Besoj edhe shpresojnë fitore që kena punu të njavën për këtë lojë edhe kena me maksimumin për me fitu. Vllazënimi ndodhet në vendin e 4 në Superligën e Kosovës në basketboll me 33 pikë, sa ka dhe Peja, ndërsa Bashkimi është në vendin e 2 me 37 pikë, sa ka dhe Trepça që është në vendin e parë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i vranët e me diell me temperatura që kanë lëvizur nga 0 deri në 19 gradë Celsius. Për nesër, temperaturat do lëvizin nga 2 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Dita e hënë do të karakterizohet nga moti i vranët e me diell me temperatura që do të variojnë nga 5 deri në 19 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të jetë moti i vranët e me rreshje shiu me temperaturat që do të lëvizin nga 7 deri në 17 gradë Celsius. Për të mërkurën parashihet moti i ngjashëm me temperaturat që do variojnë nga 7 e deri në 16 gradë Celsius. Mot me diell e vranësira parashihet gjatë së entës, shoqëruar me temperatura nga 8 deri në 17 gradë Celsius. Për ditën e premtë parashihet moti i ngjashëm me temperatura që do të variojnë nga 9 deri në 19 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni.
Personalitetet njohura diskutuan në Gjakov për rolin e gruas në kulturë dhe emancipimin e saj në përgjithësi. Interesimi i banorëve të Gjakovës për të marrë një zanat në qendrën e aftësimit profesional është i lartë. Klubi i basketbollit Vllaznimit të dielën pret klubin e Bashkimi, ku qezin presin fitore. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund vazhdoni të na ndiqni në televizonin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.